Në Filipine, numri viktimave nga tajfuni Kalmaegi është rritur në 114 persona, ndërsa 127 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur, sipas Agjencisë Kombëtare të Menaxhimit të Fatkeqësive. Në qytetin Talisay, në provincën më të goditur të Cebut, qindra shtëpi përgjatë lumit janë rrafshuar dhe mbuluar nga balta. Banorët janë kthyer për të parë dëme të rënda dhe për të shpëtuar gjithçka që u ka mbetur. Më shumë se 200.000 njerëz u evakuuan përpara se stuhia të godiste vendin më 4 nëntor. Shumë prej tyre tani përballen me pasojat duke pastruar rrugët dhe shtëpitë nga baltat dhe rënojat. Kalmaegi, i njohur në Filipine me emrin Tino, është stuhia e një zë që godet vendin këtë vit. Tragjedia ndodh vetëm një muaj pas tërmetit me magnitudë 6.9 që tronditi pjesën veriore të Cebut, ku humbën jetën 10 persona dhe mijëra të tjerë u detyruan të braktisnin shtëpitë. Presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme, ndërkohë autoritetet filipinase paralajmërojnë se tajfuni, i cili është fuqizuar sërish, po lëviz drejt Vietnamit, duke ngritur shqetësime për dëme të tjera në rajon.